Mirë se vini në një vlog të ri. Unë jam Brisi, por ju që nuk më njihni, ju që më njihni mirë se u rikthyet. Nuk i shoh dhe aq mirë se i kam këtu syze çik se shumë pis. Po që na fale sepse ka qenë një ditë sot. Tani jemi duke bërë një shëtitje, po dalim të shkojmë te parku, nuk e di, se sa del gjithë. Vela, nuk na del gjithë ai park që kemi te shtëpia jon, duhet të dalim te parku që është këtu afër. Kujdes! Edhe është shumë vap më në fund, nuk duat. Shiko ke trushat mami, shike trushi, aty ke pema. Aj pi! Dua marr këtë trushi. Do ta kapësh ti? Po ku e kap dot atë me mam? Është shumë i shpejt. Shikoje. Dhe ja kështu, kemi dalë për këto aventurat e tona. Ne thjesht dalim, se pastaj çaj gjejmë është thjesht një eksplorim dhe aventurë. Lela ka qenë në pishinë. Kemi vendosur pishinën tek shtëpia edhe është shumë vap dhe kemi dalë ja kështu. Në këtë gjendje me plot të lagura sepse është realisht shumë vap. Dhe pas peshine e do robi një supë dhe një kos të freskët. Po dikush jepi dhe pak, mami, jepi dhe pak, jepi dhe pak. Do t'japi, do gjellën, o mami, do t'haj gjellën. Do supën. Po, pse mi soli ti ke supën tate? Është e mirë. Po ka ora 12. Po vi këtu. Kemi diçka për të larë këtu. Jemi tek dhoma e lojës edhe vim këtu her pas here se kemi disa lojra edhe duke qenë se Solea ka shef që të ngjisi shkallët, përfundojmë gjithmonë këtu. Edhe ma pas ka bërë pisnes, unë hapa kamerën për totalisht diçka tjetër. Tani të gjejmë fillin e asaj që doja të thoja. Unë zura kosin, kam marrë një makineri kosi, keni parë të shorcat ndoshta. Edhe më ka bërë goxha punë, sepse mua njëherë më vinte kosi, njëherë jo. Edhe për te punës publicitet, ta lejmë se publiciteti ishte te shorci, po realisht po më bën punë, sepse ka dalë shumë i mirë. Vetëm Solia sot ka ngrënë 2, një para dite, një pas dite. Nejse, zura prap kos, se kisha të qumshi që doja ta konsumoja. Edhe tani do ulem këtu, do editoj pak. Ka qenë një ditë super e gjatë, kemi super shumë punë, është një kohë shumë e mirë, kjo nuk duhet që janë për kohën, po që edhe të lodhë kjo vapa. Solia s'ka qenë shumë në Terezi, po nejse brej qafës me kaq derisa unë jam këtu. Është një periudhë shumë e lodhshme njerëz, edhe tani që po mendoj kur thash për te publicitetit, e di që këto kohë do dalin disa video ku duket ndoshta sikur bëj publicitet edhe është promovim i produkteve, por që kjo tani është një pjesë e cila për të folë si pas kuintave, përveç faktit që ju shikoni promovimin e një produkti, dua të flas nga pas, se në fund fare për këtë e bëj vlogun, për këtë flas këtu, si është përtitshmëria ime, si mami me 2, aktualisht me leje lindje, duke shpresuar që ta zgjas lejen e lindjes sa më shumë. Edhe kjo është edhe arsyeja pse po mundohem që përveç se të bëj vlog, me përfitimet e YouTube-it, po që t'jap edhe një shtys edhe me anë të bashkëpunimeve, sepse dua të rri në shtëpi me bebushen time sa më shumë t'jetë e mundur. Kjo është një temë e nxehtë në fakt që diskutohet shpesh edhe në rrjetet sociale, që është më mirë ta çosh fëmin apo ta mbash në shtëpi. Unë Leilën e kam çu kur ishte 1 vjeçe në kopësht, edhe jam ndjer realisht shumë keq. Solea nuk bëhet fjalë që ta çoja 1 vjeçe, sepse nuk doja të përsëriset një të gabim për veten time, pa gjukuar këtu asnjë mami, sepse ka nëna që nuk ndjehen mirë psikologjikisht, edhe e kanë më mirë që ta çojnë fëmin disa orë në çerdhe, të ftillojnë vetë dhe të jenë më mirë për fëmijën. Nuk është fare për të marrë në diskutim. Për mua është më mirë që unë të rri me Solean dhe dua që të rri sa më shumë. Edhe për këtë arsye po mundohem që të bëj kaq shumë edhe nga ana rrjete sociale, ta kthej si punë, që të sjellë përfitime të ardhura ekonomike, domethënë tamam
që të më japi mu fleksibilitetin që të ri pak më gjatë me leje lindje. Edhe kjo përkthehet në këtë lodhje kështu, edhe më vjen pyetja pse do psu kaq shumë këto kohë. Pas ka dalë edhe një këtu, qa pas kam më sot? Pse po njerëz në këtë muaj të fundit, nuk e di keni vënë re ju apo jo, po kam humbur goxha kile, nja 2-3 kile këtë muaj po herë, edhe nuk është se kam bërë gjë, thjesht po lodhem shumë, edhe ndonjëherë s'më del koha që të haj vaktin, sepse nga dreka për shembull ulem me Solean, kam edhe Leilën shpesh herë, edhe nuk ulem dot që të haj vetë, po përshëndrojmë te gocat, edhe pastaj më bie që të haj vonë pas dite, edhe darka pastaj bëhet skip, hajmë në një gjë të lehtë, nuk hajmë fare budalliqe në këtë shtëpi. Kur them nuk hajmë, nuk është se nuk më pëlqejnë, unë jam e para për të ngrënë budalliqe, më pëlqejnë shumë ëmbëlsirat, më pëlqejnë shumë patatinat, po nuk i blejmë, nuk i sillin fare në shtëpi, se po i kisha do t'i haj, edhe ne qa bëjmë, nuk i sillin fare në shtëpi, dhe kjo ka qenë shumë mirë. Kur duam të ëmbëlsirë, e gatuajmë vetë nga këto, kështu që të gënjejnë, që nuk janë realisht ëmbëlsira, se s'kan sheqer, maksimumi kanë mjalt. Edhe kështu, kam kalu nga një temë në tjetrën, është lodhja që bëm të veten, e hapa këtë kamerën, sepse thash, okay, unë duhet të tregoj realitetin tim në video, apo jo. Edhe kështu, ky është realiteti, kështu jemi ne mamat, që mundohemi që të bëjmë sa më shumë. Madje kam bërë dhe postim në Instagram, këtë është një periudhë që po mundohem të bëj sa më shumë, edhe e di që të gjitha mamat kështu bëjnë, e të gjitha këto bëjnë në emër të fëmijëve, që t'i japim një të ardhme më të mirë, t'i japim një jetë më të mirë, t'i japim një fëmijëri më të mirë, mos t'i mungoj gjë, edhe kështu. Plus ne jemi një brez që u rritëm jo me të gjitha, edhe tani kur shikon që është mundësia të bësh shumë, thu si mos ta bëj edhe këtë gjë, edhe shtyhesh edhe njëherë del edhe jashtë limiteve. Nuk e di nëse ju ndodh edhe ju kjo. Për shembull, ne kemi jetu një fëmijëri që nuk i kishim gjitha gjërat, edhe për shembull për arsye ekonomike, për arsye të ndryshme, ekonomike principalisht, thuhet principalisht, kryesisht, ekonomike kryesisht, edhe tani për shembull, unë them, okay, kam mundësinë që me anë të rrjeteve sociale unë të nxjerr disa të ardhura, ndërkohë që unë rri në shtëpi me fëmijën tim, e them pse mos ta bëj këtë gjë? Pse ti lej gocave të mia ti mungoj diçka kur unë mund të bëj një sforco, edhe ti nxjerr kështu këto të ardhurat që mungojnë. Nejse, kam folur këtu gati 7 minuta. Ika. Shihemi në një moment tjetër, nesër, ose në ditën në vazhdim. Mirë mëngjesi nga një tjetër ditë. Sot është një ditë e veçantë, ne po hajmë një çik kos. Quam Leilën në kopësht, edhe kishte ditë në fakt që nuk shkonte. Edhe tani, me Solean do bëmi gati vash do ikim te zyra e mamit. Do ikim te puna ime. Kujdes. Pothuajse pas një viti, se kemi qenë në vjet në verë me Solean për herë të parë, po do ikim prap, që të shkojmë t'i takojmë. Edhe kështu, avash do bëmi gati, po që të sistemomi, të hajë Solea diçka, edhe pastaj mbrapa të nisemi. Një aventurë, sepse nuk e di si të na shkoj me Solean. Gjiro jonë e parë me autobus me Solean. Arrito! Hello, zyra! Edhe më mungon, por edhe nuk më mungon fare. Nejse, shihemi kur të shihemi, se as vetë di kur të shihemi. Kjo është rruga ime e preferuar këtu në Bremen, sepse shikoni si është si një tunel me të gjitha pemët. Sa herë që dilja nga puna ishte momenti që merja frym. Pas një ditë e pune, ishte momenti im i parë i relaksit. Edhe po. Tani po vjen ta marrë babi jo. Unë vendose që të vija me autobus kësaj here, që mos të merja makinën sepse do ta kisha shumë stres me Solea, edhe për punë parkingu, sepse është shumë tek aeroporti. Kur isha që punoja kam tesërinën e parkingut, që parkoja tek parkingu
që kam tesërën, po tani që nuk jam në punë, normalisht nuk e kam më tesërën, edhe do sorollat isha këtu për parking. Edhe më mirë që erdha me autobus, Solia e pëlqeu shumë këtë eksperiencë me autobus. Edhe tani do vi ta marri babit, shkon të marri motrën, edhe kemi një penim sot pas dite, po që nuk do t'ju marrë me vete atje. Po kështu është plani për sot. U kënaqem shumë te zyra. I tha mirupafshim shoqes që do ikte me leje lindje. Edhe, ja, na erdhi te babi. Erdhi babi sot. Ka qenë një ditë shumë e lodhshme njerëz, tani do ulem të haj supën time. Është me lën kocka, shperime, nga këto makaronat kështu të vogla, se nuk po kam fuqi as t'ju flas. Hello nga një ditë tjetër, nuk kam filmuar asnjë gjë sot, po thash të filmoj që është dita e mëlçive për t'ju kujtuar që të gatuani mëlçi njerëz, sepse janë shumë të shëndetshme, kanë realisht shumë vlera. Unë stomakut do kam treguar herën tjetër, të gjithë përbrëncat, gjuha, stomak, truri janë, domethënë janë shumë ushqime të mira. Unë kam një çik vështirësi për veten time, po që këto kam filluar që t'i haj, vetëm për benefitet që kanë dhe më rëndësishmja ja bëj Solias. Ja bëj si pate, ja bëj me copza, i hanë dhe i bën shumë mirë. Ja kam treguar ndoshta edhe herë tjetër, po që është një rikujtesë që ti gatuani edhe për fëmijët. Unë këto i kalova, i lash një gjysmë ore të paktën, duhet të rrinë në qumësht për të hequr erat, edhe pastaj i nxora, i pullova edhe me qep hudhër, do t'i hedh erza dhe kështu. Në qoftë se i konsumoj mirë, në qoftë se sot nuk kam marrë shumë kësaj here, gjysmë kile, në qoftë se kam më shumë, i gatuaj dhe i mbaj në ngrirje, edhe kur më duhen, ja shkri edhe ja jap Solias. Jam këtu ndërkohë, shumë e lodhur njerëz, po që vazhdojmë. Hecim përpara, këto periudha janë shumë e lodhur, më lini të qahem pak, ju lutem. Bëni se të bëni, më duroni, po që po, kjo duhet ta gatuani këtë, realisht po ja them edhe kështu nga përballë, sepse fëmijëve u bën shumë mirë. Unë me Leilën si kam bërë shumë gabime, e kuptoj që kam bërë shumë gabime tek dhënia ushqimeve, se kam qenë shumë me kujdesshme se mos haj, dhe nuk e kam fjalën të gabimin që nuk i kam dhënë haj çfarë dali, se për atë nuk jam dakord unë, po që për shembull ja, këto nuk ja kam dhënë Leilës në moshën që ishte Solia, ja kam dhënë shumë vonë. Edhe ndërsa me Solian i kam fut këto gjëra që shumë shpejt. Do thoni çfarë ndryshoi? Jam informuar më tepër. Jam bërë më koshente për ç'a ndodh në botë. Për ç'a na mësojnë, po në të vërtetë çfarë na bën mirë, sepse nuk liverdis të dim që këto që kushton edhe më pak janë edhe më healthy, liverdis të dim që mishi është më i mirë, sepse kushton edhe më shumë. Nëse mos i hym këtyre tematikave, por që unë i mendoj këto. Po. Kam makarona me pesto edhe mëlçi për sonde në darkë, nëse doni një ide gatimi. Ndërkohë për jashtë është gjendja kështu, fleshim. Temporale. Mamma mia. Mirë mëngjesi nga dita tjetër, ka qenë stuhidje mbrëm, edhe qipët e mia janë rrëzu, nëse ato po i del fara me sa di unë, se nuk përse jam eksperte akoma, po thash që t'ja marr këto, që t'i përdor për ndonjë byrek, apo ku di unë. Nuk e di po bëj mirë apo bëj keq, shpresoj që ti të okay. Nëse keni informacion më shumë se unë më thoni, do pyes mamin. Mami im është agronome në profesion. Edhe në profesion, do të thënë ka studiuar, se tani nuk është se punon agronome. Edhe gjithmonë pyes atë si referim. Unë tashmë po e bëj, po shpresoj që mos po bëj gabim. Të marr ca qepza. Edhe ndoshta po sot mund të bëjmë një byrek. Çik spinaq, një çik qep, edhe besoj se është okay, ose ndonjë pispili. Here we go. Unë jam nga ana tjetër. Sot është dita e qumshit njerëz, është e shtunë dhe hëngra mëngjesi. Në fakt unë mora kohën që të bëja një dush, edhe mund nevojiste shumë. Me zor pres fundjavën që është gjikun në shtëpi që unë mund bëj dush që në mëngjes.
është, nuk e di, është nivel tjetër të çosh dhe thosh ok, do bëj dush sot, kur du unë, jo kur është mundësia, jetë mama, që dini ju, edhe kështu. Unë bëra dushin, shkova neva një lavatrice me rroba që e patëm vendos që mbrëm gradu që t'ishte gati, se sot u bëj shumë lavatrice se do jetë kohë e mirë. Edhe kështu, tani do bëmi gati, më thonë të vishim qik më mirë, se të shkojmë te ferma dhe shkojmë tërheqim edhe një pako, se nuk ishim në shtëpi kur erdhi, ka qenë në të ditë që shkohet e zyra, edhe ky është plani për paraditen. Pastaj të vim në shtëpi të merrem me gatime, duhet bëj pak lëng kocka se më ka mbaru ke marrë misht e turku edhe duhet përgatis edhe atë dhe këto janë planet. Ika! Ky bishtaleci këtu është i Solejës. Të shohim një vici. Është vici e ky? Nuk ka? Shofi Soli? Mund dhe një paket. U kthyem ne dhe filloi aksioni. Kam fut në furr capat dhe xhanit të mbushura, po bëj edhe pak bolognese. Here we go. Këto kemi gati. Edhe ja kështu tani mblidh, ndej, hap, mblidh. Kështu për gjithë ditën derisa ti mbarojmë te lavatricet. I siem dhe pak mistra për Lelën që i ka shumë qef. Dhe tani po dalim një shëtitje. Nuk e kam thënë ndoshta, jam me migrenë sot njerëz. Po nejse, e injorojmë, vazhdojmë. Edhe ky dielli më jep goxha bezdi. Kisha vënë një palë syze dielli bashkë. Kjo rruga. Sai cosa faccio con questo? No. Wow! Hai visto? Facciamo un altro? Lo voglio fare anch'io. Addo piccolo amore. Shëtitja jonë vazhdon. Të drejtën është një kohë perfekte, as vap, as ftohtë. Edhe di, këtu i kemi aktor të paguar. Erdhëm te Kalion, po që ka dhe të tjerë. Sa i bukur ai atje. Se s'duket mirë kur e afron shumë. Ai qenë ka me yll në ballë. Kim dhe një lepurush. Mamma, posso andare dentro a prenderlo? Shko, po e kape më mere. Ja dhe zgjidhje që gjetëm. Si, se vuoi quei soldi Leila, nëse do të lekët mamin, duhet të punosh. Okej, shumë mirë. Shumë bukur, lumt. Vendose këtu? Bukuri. Tani më tregot çfarë po bën aty. Çfarë është kjo që po bën ti Leila? Un cos. Bravo. Më trego si e mbush tani? Po pse po bën këtë kosin ti? Se do lek. Do lek. Po pse çat tha mami ty? Oh. Lavorare? Të punosh, duhet të punosh. Dua punro. Duhet të punosh? Po. Duhet të punosh që? Shtu të marrë lekën. Bravo. Po bëjmë petulla të shpejta, sipas dëshirave, kjo është për Leila, natyrisht të tërmbullaktat, këto të gjata që t'i kapi Solea më shpejt, ndërsa këto të tjerët janë standardet.
Shikoni kush na ka qel. Gati, po thuajse. Dhe ja ku jemi tek dita e kockave, I poqa pak në furr edhe tani do t'i fus që të zihen. Nuk e di çfarë do të ishte tjetër. I shtova pak uthullmolle. Po i shtoj edhe karrot, qep, hudhër, selino. Edhe kështu, besoj se është mirë në zjarr të ngadalt. Minimalisht 6 orë, po edhe 8. Lel, Ho cercato di prendere... nuk ta shpif ty kjo? No. Duket e bukur? Sì, mi piace. Poi c'è... Jepi një gjethe që ta haj. Ti ha fatto la cacca lì. Dove? La bava di lumaca. Dhe kolagjeni kështu duket. Ditën tjetër, bën kështu brenda. Kjo pjesa që duket kështu është sepse e kam hequr të gjithë grason. Pjesa sipërshme gras e heqim dhe deli pastër pastaj. Kto unë I ruaj në frigorifer edhe I përdor kur më duhen. Këtu kam 4, të tjerat I kam bërë në një kuti, një tas që I kam prerë me kuba, edhe me kutiza, ndërsa këto I kam me kapanoza. Hello, gocat e mia të YouTube-it. Kam ca ditë që nuk filmoj për YouTube dhe më duket kështu sikur po hap një vlog të ri, po me siguri do jetë pjesë e vlogut normal. Thash ta hap, jam këtu me Solean që është sipër te banaku, kështu që kam të pjesën e banakut ku lej Solean, se përdryshe nuk e di se si do bëja, se Solea nuk më rri më as te karrige e ushqimit, rri 5 minuta, pastaj duhet të lëvizje dhe kur ham ushqim është bërë problem. E ulim si për tavulinës praktikisht. Sa të arritet dhe pak që ta ulim për karrikë normal. Tani që mendoj, sa karrikës ushqimit mund të hishet ajo për para, do ta provojmë këtë alternativë. Nëse nuk ishte kjo arsye që e hapa, po sepse po filloj që të bëj ca brecela. Kam bërë brecel para shumë vitesh. Kam qenë në Itali kur kam bërë brecel, I kam bërë me hatin, edhe nuk kam bërë mas njëherë, por nuk është se kam të një gjë të madhe, po duke qenë se Leila I ka shumë qef, edhe Solea I ka provu dhe I han, thash të bëj brecel, pse jo, jemi në Gjermani, mes Gjermanisë, në majtë I Gjermanisë ne jemi veri, edhe s'kemi bërë brecel. Le të bëjmë brecel sot njerëz, do t'i hedhim miell atë që kam një miell picash këtu, kam pak edhe miell ëmbëlsirash, po diku tek 500 gram, besoj që do mjaftoj, është si brum buke praktikisht, vetëm se do bëhet brumi, do zihen në ujë, do nxirren dhe do piqen. Kjo është gjëja ndryshe, se për ndryshe është thjesht bukë. Le të vazhdojmë nga puna. Harrova t'ju them, shtesë përveç se bukës ka pak gjalp, një lugë gjalp diku. Në fakt do ishte mirë të tritnit prima përpara, se po them italisht prima përpara, ma janë me ujin, edhe pak sheqer, po që nuk kam kohë, që kështu do t'i fusë të gjitha këtu dhe shëndetet mira, prapë e mirë do bëhet. Që kështu po, krip një qik sheqer sa për të aktivizuar të ma janë, edhe let's go, unë do t'i bje shumë shkur, sepse jam me Solean këtu dhe nuk ka mundësi që të bëj saltanete të ri shumë sipër. Kam nis një sup, ose pas kam hedhë selino, do t'i shtoj dhe një selino, edhe do nis një sup të thjesht edhe këtu, me lëng mishi edhe me orizmen doj ose makarona që të dali, dhe me këto perime që I fruloj në fund. Ja dhe brumi që ka ardhë. Do t'i japi formën tipike të brecelit. Pra nga kështu I fusim I zjem derisa të dalin sipër.
Dhe ja rezultati I brecelsave. Këto janë brecelt. Kjo është tepsia e dytë në fakt. Leila I pëlqeu dhe nëse I pëlqeu Leila do thotë që kanë patur sukses. Kemi ardhur që të blejmë ca pemë, bim, që do gjejmë. Tani, me dini këtu? Shifi sa bukura ato. Diqë. Po marr akoma disa gjëra sepse tu nuk është se kam bajt shumë vap, edhe akoma mund të mbillen, edhe se thot për shembull maj këtu, deri në maj, po akoma është nuk është koha aq vap, që kështu mund t'i mbill direkt në tokë. Edhe po, të presim që të mbinë. Erdhi momenti që të bëj gjalpin. Dhe ja të gjithë gjërat që bëra kësaj here me qumshtin. Mora 12 litra qumësh, bëm djath, gjith, gjalpin që e kam ruajtur ajkën 2-3 herë që kemi marrë 3-4 herë në fakt, 2-3 herë kemi marrë qumësht, kosin. Nuk e di sa kuptohet, por realisht është shumë I mirë. Edhe këto duhet ta fus në hir, është zvertur pak, nuk e di pse më është zvertur pak, e pata në frigorifer, po që si herë e parë mendoj se është mirë. Kjo është qumshti që kanë ngjitur këto të zezat kështu. Po nejse, e provum në shi dhe ishte realisht shumë I mirë, është pa krip normale, gjitha janë pa krip që ti konsumojnë edhe gocat. Kësh muka? Mu, lopa. Lopa, mu. Sulla può avere solo Loja që do të na bëj të kalojmë të dielën brenda sepse koha është ajo që është. Fute gishtin, Soli. Fute gishtin. Brava. Ha, ta fusi mami? Shifa? te fusi e avisi. Lila ka lodrat e veta. Pupsi. Hello, nga një ditë tjetër. Kjo ditë fillon kështu në mes. Ne kemi dalë, thash pse jo mos ta hapim një vlog. Një vlog, ky ndoshta është I hapur, po që pse mos të filmoj. Kemi ardhur që të bëjmë pak foto për pasaport, për dokumenta, edhe të blejmë disa gjëra që më duhen te Rosman. Edhe kështu. Gocat sot janë ndesh meci. Me fustane që na I ka ble Vanessa. Si, mama? I bëm dhe foto, tani presim që t'i marrim. Krye dhe kjo punë. Deri diku e hajrit. Ne erdhëm në shtëpi, edhe më në fund vendosëm që të bëj zjarrin ton. U ndërrum, hoqëm këmishat, edhe tani jemi në versionin made in Katum, dhe ndezëm zjarrin ton. Është një dark vere, është ngrohtë, ke qef të rish këtu jashtë, ne hëngrëm diçka atje vërdall kur ishim në xhiro, edhe nuk ishim as për të gatuar. Po që s'kishim gatime gjëra kështu, që kështu vendosëm të uleshim këtu dhe të pjekim marshmallows. Shife, këtu janë marshmallows. Ne po bëni tani marshmallows. E të haj? Aha. Jam edhe shumë e mira. Pa.
Po pse ke qef TikTok? Këto nuk janë shumë gëzun, këto nuk janë shumë të shëndetshme. Të vaj që gotën? E di, po mu pëlqen. Ty të pëlqen, a? Po. Mami, vorrei mangiarlo. Altro marshmallow? Ja.